Mas obligimi me ndaj Allahut, puna më e madhe është respekti dhe kujdesi ndaj prindërve. Dikush që menon vjen falet e ngjinan e kryen punë, arrogant ndaj prindërve, refuzon ndaj prindërve, e vlerëson shumë e vlerëson namazin e tij, adhurimin e tij, e vlerëson, ja hub vlerën. E dyti çka ka lut? Ai ka pas një mundësi me ran haram. E ka dash shumë një gru. I ka mundësia me marrë me haram, për shkak të situatës që ai ka ra në varfënis. Mirë, po momentin kur i ka mundësia me Allahu na fal me bu haramin, ai i ka thonë, tu që Zoti top, mos e bë këtë punë. Edhe u qu. E kalon për hatër të Allahu xhallahu ala kalon apo. Çai bën e dyta, esenca është besimtari. Beson në Allahu xhallahu ala, i ka raport e mira me njerëzit, kujdes me njerëzit, e ruan nderin e tij, nderi është më rëndësishëm, dhe e treta çka është? Pasunia.